Miq, ja ku jemi rikthyer, sa këngë bukur që ishte, u kënaqa pafundësisht. Apo jo Viola? E shijove. Të gjithë u kënaqën, besoj, po harruam të pyesim Vikenën se çfarë dëgjon një mezzosoprano përveç muzikës që do performoj. Ore hiç, ndonjëherë nuk dëgjoj, kam nevojë. Në fakt edhe burim është muzikant, ai është obo e parë në. Përse do vim edhe buri. Po jo, më duhet ta them kët. Dhe ne jemi nga ato çiftet e çuditshëm që futemi në makinë edhe nuk dëgjojmë as radio, as muzikë, as gjë dhe jemi kështu na kap se nga që është konsumi shumë i madh në opera, ai është në orkestër, unë punën me pianist, me koleg, ansamblet që këndohen, është kaq shumë nota muzikë sa më kthehet edhe kjo që po dëgjoj në kufje tani më kthehet e kam në punë, nuk më, domethënë çdo notë muzikore që ekziston edhe vërdall, për mua është do ta kapësh tamam si ajo. Për mua janë si ato mizat që është vetë e pashmangshme dhe ndonjëherë ti vërtet ke nevojë për. Por ajo që unë dëgjoj për kënaqësi të shpirtit gjithmonë është jazzi. Jazzi unë kam gjetur shpirtin, mos gaboj. Jo, opera e kam nisur unë. Jazzi është se di se kam lexuar diku për. Jo, e kam nisur të këndoj pa kënduar akoma në skenë. Kjo opera, kjo është e vërtet se e kam nisur në kohën e shkollës, se e kam nisur kur bëja vetëm muzikën e lehtë. Dhe ç'është e vërtet aty ke një zë jazz. E ke një timbër jazz. Dhe unë nuk e dija që ti, po them shumë vite përpara, para se të njihja kur isha i vogël, pra po them, nuk e dija që ti ishe një mezzosoprano, pra ishe një këngëtare lirike. Mendoja se ishe këngëtare, po themi e muzikës lehtë të jazzit. Se ma kujtove me qira fjala. Po, sepse mediat e bëjnë, e kanë këtë lloj luksi. Opera gjithsesi nuk e ka këtë lloj hilariteti mediatik, siç e ka një zhanër tjetër, siç është muzika e lehtë, siç është bëhet popullore më shpejt. Popularizohet më shpejt. Patjetër, është vetëm fakti një festivali, domethënë në opera gjithmonë kanë kënduar artistë jashtëzakonshëm, por famën më të madhe e kanë pasur kur kanë dalë, po flasim tani për shkak për emra, nuk e di sa ju i njihni, po për mua është gjithë përveç faktit të jetës time, të fëmijërisë time, po dhe historia e muzikës time. Janë emra të rëndësishëm siç është Gaço Çako, siç është Avni Mula, siç është Nina Mula. Sepse patjetër normalisht Inva Mula tjetër është një brez që ne kemi jetuar dhe prekur, por po flasim për këto figura që në atë periudhë, për shembull, edhe Gaço Çako dhe Avni Mula u bën shumë të famshëm dhe të rëndësishëm sepse dolën në festivale, ishin kompozimet më pas të Avni Mulës, pra të këngëve të lehta po themi. Domethënë dolim ke muzika lehtë ose ne njohim Mentor Xhemali. Mentor Xhemali është një nga basat botror. Bas apo bariton? Bas. I mirëfillt natyral, një zë që s'po i vjen tokës më, jo Shqipërisë, i jashtëzakonshëm me një naturalitet që nuk gjendet më. U bë i famshëm, e ke sot e kësaj dite, po flasim për atë kohë, në të gjitha anketat popullore të muzikës përmetare, sepse ka qenë një performues i folkut përmetar i jashtëzakonshëm. Mos them që e kam pasur si busull sa herë që doja të dëgjoja vërtet se si mund të interpretohet një këngë përmetare. Se ne nganjëherë i marrim edhe i mbyllim kështu. Jugu, Shqipëria mesme, jo, kemi të bëjmë Korça, Vlora, Përmeti. Domethënë çdo qytet ka atë specifikën e vet që profesionistët i njohin shumë mirë disa specifika që mbase edhe ne si publik mund t'i kuptojmë për Përmetin, për shembull, po marrim Përmetin, Korçën, cilat janë disa nga specifikat. Shiko, janë që ke përdorimi vokalit, më pas është ke pjesa e artikulimit, më pas është ke pjesa e lulkave të vogla që ne korçarët i themi atyre përkëdhelive që ju japin fjalës, siç i jepet në të folur, ka çdo krahin ka atë, ndërkohë ti nuk e gjen atë lloj lulke, nuk e gjen në labëri. Për shembull, sepse kanë lulka në labëri. Këto dua të them. Kështu që ka një lloj ndryshimi, për shembull të dëgjosh një këngë përmetare, një këngë gjirokastrite dhe një këngë korçare. Po flasim për folkun, gjithmonë. Folkun edhe e bën direkte, e bën dallimin përveç këngëve që e dim se nga janë, po e bën dallimin që për shembull të marrim Petrit Lulon. Për shkak të Gjirokastrës. Ti e bën direkt dallimin e llojit dhe mënyrën të prekjes, po flasim gjithmonë me legjendat, me njerëzit që e kanë shkruar historinë e muzikës popullore të këtyre qyteteve, se tashmë çdo gjë është liruar shumë edhe kemi një lloj bashkimi në një farë mënyre, plus edhe fakti që po modernizohen shumë materiale të këtij lloji, ti nuk e gjen dot më se nga si ku, por me specifikat vogla kështu të veçanta, po normalisht mund të bësh dallimin.